U nis nga aeroporti I Ahmedabadit në Indi. Pas vetëm 5 minutave, avioni që kishte përcak Londrën, në të cilin ishin 244 pasagjerë, u rrëzuan në lokacionin Meghani Nagar. Banorët që jetonin afër u trazuan. Po rria në shtëpi kur dëgjova një zhurmë të madhe e cila mu duk si një tërmet. Dola dhe poshtëm. Nuk dija që u rrëzua një aeroplan, kur erdha këtu e kuptova. E posh avionin e rrëzuar dhe shumë trupa gjithandej. Autoritetet indiane u shprehen ngushëllimet gjithëve që pësuan në këtë ngjarje të rëndë. And I'm sure those of the entire house. Ajo që ngjau në Ahmedabad është një aksident shumë tragjik. Humbëm shumë njerëz. U shprehim shumë ngushëllime të gjithë atyre që I humbën më të dashurit e tyre këtu. Drejtori I aviacionit civil në Indi, Faiz Ahmed Kidwau, tha se në bordin në avionit Boeing 787 të firmës së fluturimeve ajrore Air India ndodheshin 169 shtetas të Indis, 53 britanik, 7 portugez dhe 1 kanades. Shefi I policisë në Ahmedabad tha se nga ajo çfarë shihet në vendin e aksidentit, nuk besohet që dikush ka shpëtuar. Autoritetet në Londër krijuan një ekip krize për të marrë me këtë tragjedi dhe për të ndihmuar autoritetet lokale në Indi, por edhe për të dalë në ndihmë atyre britanikëve që u afektuan nga rrëzimi tragjik I avionit. Avioni 787 Dreamliner I prodhuar nga Boeing është një fluturake me trup të gjerë dhe me 2 motor. Sipas bazës së të dhënave të Aviation Safety Network, kjo është përplasja e parë ndonjëherë e një aeroplani të tillë. Ky avion u prezantua për herë të parë me 2009 dhe sipas faqes Flight Radar 24, mbi 1000 kësi fluturake janë shitur të 10 linja ajrore gjithandej botës.